Ukraina i ka dhënë përgjigjen e saj administratës së presidentit amerikan Donald Trump, lidhur me propozimin e fundit për paqe i cili synon të përfundojë luftën me Rusinë. Plani fillestar prej 28 pikash i hartuar nga Shtetet e Bashkuara dhe mbështetur nga Rusia, është reduktuar në 20 pika për të bërë më i pranueshëm për të dyja palët dhe përfshin krijimin e një zone të demilitarizuar përgjatë vijës së kontaktit, garanci sigurie në përputhje me nenin 5 të NATO-s dhe integrim gradual të Ukrainës në Bashkimin Evropian deri në vitin 2027. Dokumenti gjithashtu heq gjuhën që pengonte ndonjëherë antarësimin e Ukrainës në NATO dhe përmend mbajtjen e zgjedhjeve në vend, diçka për të cilën Zelenski ka shprehur gatishmërinë që të mbahet brenda 60 deri 90 ditëve nëse siguria mund të garantohet. Presidenti amerikan Trump ka theksuar se dëshiron një zgjidhje të shpejtë dhe diskutimet janë duke vazhduar intensivisht me homologët evropian, ndërsa negociatat përfshin gjithashtu dokumente për garancitë e sigurisë dhe rimëkëmbjen ekonomike. Ky proces diplomatik i përshpejtuar pason zbulimin e planit fillestar, pak më shumë se një muaj më parë, dhe mbetet ende e paqartë se cilat ndryshime ka bërë Kievi në përgjigjen e tij të fundit.